Do të sqarojmë nga pikpamja mediatike, politike, juridike që kuptojmë dezinformim në rastin konkret. Është shumë interesante të veshre në aktivitetin e prokurorisë posaçme që shumë dosje të cilat kanë qenë sensitive ju ka dalë depresja dhe pika. Po, kanë nga rrjedhur pikpamja materiale. Po. Rrjedh në këngë ligjerime është ajo histori dhe përsa i përket mënyrës se si dezinformimi është trajtuar në rastin e zëvendës kryeministres Republikës Shqipërisë ka një dezinformim interesant. Nga pikpamja juridike, dezinformimi ka lidhje vetëm me procedurat. Nga pikpamja materiale, me thelbin e çështjes, të gjitha mënyrat dhe mjetet të cilat prokuroria e posaçme i ka përdorur për të arritur në një rezultat konkret, siç mund të jetë njoftimi i akuzës, fillimi një hetimi, vazhdimi një hetimi, nuk kemi asnjë të dhënë. Është interesante, është i vetmi rast kur prokuroria e posaçme është hermetike totalisht, jo për fajt të saj, sepse prokuroria e posaçme në parim është hermetike edhe për çështjet e tjera. Domethënë, në rast se dosja është e Flavios dhe dosja është e Eugenit, gjithmonë dhe për Eugenin dhe për Flavion, aty ka një ndalim publikimi. Çuditërisht, në rastin e zëvendës kryeministres nuk kemi asnjë presje të dalë në media, të rrjedhur, po themi, nga aktet procedurale dhe aktet e provave. Dhe është më interesante sepse për shkak të procedurave që ka ndjekur prokuroria e posaçme, kjo dosje ka shkuar dhe në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Domethënë ka shëtitur. Ne dim shumë mirë se si ndodh nxjerrja e sekretit hetimor. Në momentin që dosjen e ka vetëm Eugeni në dorë, Eugeni nuk guxon të bashkëpunojë me median. Në momentin që dosja shkon në një institucion tjetër, edhe Eugeni mund ta nxjerrë sepse hajtë të gjejmë fajtorin pasaj, ku vajti, ku vajti. Rasti konkret është hermetik totalisht. Dhe dezinformimi ku ka mbetur? Dezinformimi ka mbetur në pikpamje procedurale. Filloi momenti i parë. Procedura e pezullimit të një ministri të Republikës Shqipërisë. U lind konflikti me gjykatën kushtetuese. Banaqet mediatike totalisht nxorën dhe analistë të rinj, të cilët sfidonin edhe jurisprudencën, sfidonin edhe profesionalizmin, dhe sfidonin edhe her pas here duke ta thënë në sy që unë jam jurist më i mirë se ty. Dhe e morën kodin e procedurës penale, e morën Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, mbase nga ato zyrat e propagandës, dhe ju dha shpjegimi dhe çfarë bën? Dezinformimi i parë, ngatruan problemin e pezullimit me problemin e dhënies imunitetit, i bën një. Duket si e lodhshme në mëngjes, por është më interesantja. Dhe çfarë thanë? Thanë që shiko, pezullimi me imunitetin janë të lidhura bashkë, nuk ishin të lidhura bashkë. Pse e bën atë? E bën qëllimisht për të arritur në një konkluzion tjetër pasaj, që do presim gjykatën kushtetuese të shprehmi për imunitetin. Iku pjesa e parë. Vazhdojmë po tek procedurat. Tash na çohen dhe na diskutojnë që patjetër ne jemi të lirë për të dhënë imunitet dhe për të hapur rrugë hetimit, por jemi akoma më të lirë për ndryshuar në enin 242 kodit procedurës penale. Dhe u bë një zhurmë aq e madhe sa harruan të thonë që fakti që ti kërkon të ndryshosh kodin e procedurës penale jep narrativës të kundërtën tënde. Se deri dje ti ke thënë që prokuroria dhe gjykata e posaçme vepruan gabim. Nëse ata vepruan gabim, ti pse kërkon ta ndryshosh nenin? E para, e dyta, në rast se ti thua që do ndryshoj kodin e procedurës penale për të krijuar qoftë një kleçk të vogël në hetim. Një avantazh. Jo, nuk është avantazh, është pengesë për hetimin, sepse i heq nga këndvështrimi politikar. I heq një mekanizëm të rëndësishëm për prokurorisë posaçme në çështjen e hetimit. Dhe pikërisht ti nga pikpamja e vullnetit politik shprehesh qartazi që unë nuk dua hetim të plot, se në rast se ti do hetim të plot, minimalja duhet kish ndodhe kundërta. Në rast se në 2012 u hoq një pjesë e imunitetit të personave që kanë imunitet në Republikën e Shqipërisë, ti çfarë po bën? Ti po shton një mekanizëm pengues për hetimin. Dhe këto analistët juristë pasaj dalin dhe thonë që hetimi nuk e pengon edhe masë e sigurimit që mund të hiqet nga kodi i procedurës penale, se realisht hiqet një masë sigurimi nga kodi i procedurës penale. Në rast se ke 5 masa sigurimi, unë ndryshoj për personat flasim që janë me imunitet, unë ndryshoj dhe ta heq pezullimin, mbeten 4. Qoftë edhe në mënyrë empirike ti e kupton që ka një pengesë. Ikim nga kjo. Shkojmë te imuniteti pastaj, te kërkesa për imunitet. Ka një çudi. Relacioni i kërkesës për imunitet të bërë nga mazhoranca me relacionin e nenit 242 për ndryshimin e tij të kodit procedurës penale kanë një element të përbashkët. Ngulin këmbë patjetër që ne nuk e pengojmë hetimin.
Ne jemi të hapur, por dorën e kemi në xhep. Kjo nuk mund të funksionojë. Sepse, ta shpjegova, hetimi është i qartë. Në rast se ti ke 5 instrumenta në dorë, unë të le 4. Çfarë është kjo? Pengesë apo ndim? Sigurisht pengesë. Sigurisht që është pengesë. Vazhdojmë pasaj me elemente të tjerë, të cilat janë bërë shumë më tepër. A duhet të presim dhe të pranojmë një gjyq publik? Jo. Për këtë, mua nuk ma shtrojnë në tavolinë as media, as prokuroria e posaçme. Këtë mua në tavolinë ma shtrojnë mazhoranca totalisht. Dhe çfarë më tha? Unë nuk e le fatin e individit të ndiqet procedurialisht nga vetë individi, që ka tërë drejtën e botës në rastin konkret, zonës kryeministria, të parashtroj kërkesa, të parashtroj kundërshtime, të justifikoj dhe të përballet me drejtësinë, por ndërhyrë unë si kryeministër, dhe këtë gjë ma pranoi gjykata kushtetuese. Atëherë shumë të drejtë kanë kur flitet pasaj për gjyqje publike, sepse fatin e individit ti e le në dorë të qeverisë. Dhe e çovën gjykatë kushtetuese këtë problem. Por gjykata kushtetuese ta pranoi, nuk arriti dot të marrë vendim dhe mbetemi sot në diskutimin, do zgjidhet kjo çështje në banaqe apo do zgjidhet kjo çështje në sallën e gjyqit. Ka një problem më të madh, ke fillimi. Fakti që nuk ke asnjë të dhënë konkrete të dalë nga dosja, do mbetemi pasaj tek Ke mesazhet ka edhe denigrimi. Nuk kanë dalë nga asnjë. Vizbeberit ato. Po nga dosja hetimore janë ato. Jo, nuk kanë dalë asnjë materiali dosjes hetimore dhe duke mos dalë asnjë materiali dosjes hetimore, qoftë edhe në pikpamje, po themi mediatike, nuk e bën dot debatin e provave dhe nuk është e drejta ta bësh debatin e provave në studio televizive. Dhe duke qenë se e le në dorë të mjegullës, pa tjetër që do përdorë, dikush thot kam 300 apartamente, dikush thot s'kam, jam me qera. Dhe ky është problemi shumë i madh që mund të ndodhi. Dhe mbi të gjitha, këtu vëmë në një parim të përgjithshëm që quhet ai prezumimi pafajësisë. Po të ndalojmë ke prezumimi pafajësisë, unë e them me bindje të plot. Mazhoranca prezumimin e pafajësisë, si tok fjalësh, e ka mësuar shumë vonë. Po. Kur hyn tërë populli në burg, mazhoranca e bënte gjyqin. Kur hyri opozita, mazhoranca e bënte gjyqin. Po stimulonte burgun. Stimulonte burgun, bënte edhe gjyqin, jepte edhe vitet e burgut. Shpesh na ndodhte edhe në për studio që na pyesin sa vjet do dënohet ky. Është absurde ta mendosh këtë, kur pa filluar gjyqja akoma. Kurse kur erdhi në derën e vet, mazhoranca u kujtua prit more se pas ka një parim në jurisprudencë. Ka të drejta njeriu. Prezumimi pafajësisë. Ka të drejta njeriu, janë rregull të kërkojnë edhe opinionet Komisionit Venecias të 90-s, 95-s, 96-s. Sigurisht që jurisprudenca duke mos qenë shkencë eksakte ka 5 opinione që do vinë për shtat ty dhe 5 që vinë për shtat mua për t'i diskutuar. Dhe të gjitha këto pastaj të çojnë në fazën e thjesht që ti po kërkon dhe po thua që burgu është i tepruar, jemi dakord të gjithë që burgu është i tepruar. E kemi thënë, e thon Strasburgu, e thon qytetarët, e thon gjithkush. Dhe kur vjen ke dera jote, thua burgu është i tepruar, masat e sigurimit janë tepruar. Por paralelisht me këtë, i kërcet një shtesë në kodin penal dhe thua, dhe parkimin ndysh harrova, po është burg. Tash i manda, ku është problemi jut? Ti, si mazhorancë, kërkon të kesh sa më pak të paraburgosur? Apo ti kërkon ti shtosh? Për koherencë të mazhorancës. Ja, ka një problem, është sepse ne nuk mund të futemi, unë personalisht nuk mund të bëjmë debat juridik këtu, se s'kam... Jo, diskutojmë logjikën se sigurisht, unë e shtell, jo. Edhe, jo, du të sqaroj vetën time. Edhe problemi që ndron që mund të ketë drejt plotësisht, dhe nuk e diskutoj këtë gjë, por unë po them diçka tjetër, ajo ty ku e shoh si fush, ku unë veproj. Kjo tendenca për të prodhuar sensacion, për të prodhuar lajme, për të prodhuar pse e kanë bërë, po të shohësh gjithë si dolli saga, si filloi saga e betejës kundra Ballukut, ka lindur me njëjtën këto veprojnë me njëjtën procedurë të menduari. Është një strategji PR e frikshme që ka ndërtuar SPAK-u dhe unë jam habitur për hiç vërtetës se si ka mundësi një strukturë hetimore krijon një strukturë kaq zhvilluese PR-i